Një gomë ka rreth 30% karbon. Në Shqipëri, një gomë në fund të përdorimit ose digjet ose hidhet në kanal, pa marrë parasysh nivelin e lartë të ndotjes. Për këtë arsye, ambientalistët dhe përfaqësues të shoqërisë civile inkurajojnë Ministrinë e Mjedisit të hartojë një ligj dhe të krijojë infrastrukturën e nevojshme për riciklimin e gomave. Në vendin tonë, në një vit ka 1 milion deri në 1.400.000 goma që janë në fund të përdorimit. Për të kuptuar më qartë dëmin dhe ndotjen që ka një gomë e hedhur, mjafton të themi faktin se një gomë i duhen 1000 deri në 2000 vjet që ajo të kompozohet tërësisht dhe deri në këtë kohë ajo lëshon karbon të zi apo elemente të tjerë të rrezikshëm për shëndetin. Ky është shqetësimi që sipas studimeve që kanë bërë ambientalistët, duhet ta çojmë Shqipërinë drejt riciklimit të tyre. Duke e kthyer në fillimisht nga një gomë në fund përdorimit në plur apo në copra apo në granula dhe pasandaj kjo shërben si lëndë e parë për ta përdorur që nga veshjet civile, që nga shtrimi i asfalteve, që nga lëndë e parë energjie për fabrikat e çimentos ato që kemi 2-4, që nga një fabrikë mundshme që pollon energji, pra goma kthehet nga një keqja madhe në një të mirë të madhe nëse kemi një përgjegjësi në mendje dhe një dëshirë në zemër. Që nga viti 2006 deri më tani, vendet në Bashkimin Evropian bëjnë riciklimin e gomave. Vetëm në Shqipëri ato mund të digjen pranë zonave të banuara. Një gomë e ricikluar mund të përdoret në vepra publike si në shtrimin e rrugëve, por edhe për rropat. Shqipërisë, të cilët i kërkohet që të ketë një legjislacion të përafërt me të Bashkimit Evropian, i duhet të ketë një ligj për riciklimin e tyre dhe sigurisht angazhimin e qeverisë për të nisur këtë proces.